përtej zhurmës së përditshme dhe përnatshme të bombave artizanale që plasin tenxhere, ka filluar edhe një lëvizje sportive prokurorësh lart e poshtë nëpër Shqipëri. Në një fjalim që zgjati rreth 100 minuta përpara kabinetit qeveritar dhe grupit parlamentar të PS-s, Edi Rama mbajti një qëndrim të fortë në mbrojtje të Belinda Ballukut, duke lënë të kuptohet se nuk do ta lëshojë përballë kërkesës së SPAK për autorizim arrestimi. Ai theksoi se do të presë raportin e Këshillit të Mandateve përpara se të japë fjalën e tij përfundimtare, por paralajmëruai se qeverisja nuk mund të kushtëzohet nga çdo akuzë që ngrihet ndaj një ministri. Rama kritikoi ashpër prokurorinë e posaçme, duke sugjeruar se në prag të mandatit të ri, disa prokurorë po ndërmarrin veprime të nxituara përmes një numri të madh fletarestesh. Sipas tij, në shumë raste bëhet fjalë për çështje që edhe në standardet ndërkombëtare do të hetoheshin në gjendje të lirë. Ai e konsideroi pezullimin e një ministri pa një vendim përfundimtar gjyqësor si ndërhyrje të paprecedent në pushtetin ekzekutiv. Në vijim, kryeministri foli për një klim presioni ndaj administratës publike, duke argumentuar se frika nga hetimet po ndikon në funksionimin normal të institucioneve. Ai mbrojti gjithashtu Mirlinda Karçanajn, duke kërkuar respektimin e prezumimit të pafajësisë dhe duke theksuar se ajo jeton me qira dhe nuk zotëron makinë, në kundërshtim me pretendimet publike. Rama deklaroi se Balluku i ka paraqitur 3 herë dorëheqjen, por ai nuk e ka pranuar, pasi sipas tij nuk mund të krijohet një praktikë ku çdo akuzë çon automatikisht në largim nga detyra. Ai shtoi se reforma në drejtësi ka qenë një angazhim i mazhorancës, por kjo nuk përjashton të drejtën për të shprehur shqetësime mbi mënyrën e funksionimit të sistemit. Në përmbyllje, Rama theksoi se Shqipëria ndodhet në një fazë vendimtare drejt integrimit në BE dhe se qeveria do të vijojë punën për të kaluar testet e radhës, duke ruajtur balancën mes pavarësisë së drejtësisë dhe funksionimit normal të institucioneve.